Një përfaqësi e Lëvizjes Socialiste për Integrim e kryesuar nga kandidati për deputet Agron Çela zhvilloi disa takime në mjediset e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Gjatë takimeve të zhvilluara, kandidati Çela u njeh nga afër me problematika që shqetësojnë pacientët, ndërsa premtoi dyfishim të buxhetit për shëndetësinë. Gjatë vizitës së tij, kandidati Çela dha kontributin e tij financiar për Blerta Muriqin, 16 vjeçaren që vuan nga veshkat dhe trajtohet vazhdimisht në repartin e dializës. Më ke emocionuar jashtëzakonisht shumë, nuk mund të shef domethënë se unë kam vajzën 16 vjeçë, kështu që inshallah Zot të jem unë ai njeri që do bëj t'jap shpresën edhe garancinë për jetën dhe për vazhdimsinë tonë. Të uroj të jesh mirë edhe të bëhesh si tonë shoqëritë tuaja. Prioriteti kryesor jemi do jetë rritja e buxhetit të spitaleve, sidomos për Shkodrën. Ne do kërkojmë që të dyfishohet buxheti i shëndetësisë, por në veçanti i dializë, ku janë 52 cmurë, ku do të ndrojnë gjakun, të jetojnë si që jetojmë ne. Përfaqësuesi i cmurëve në bordin drejtues të spitalit, Nikolin Çuni, tregoi kontributin e vazhdueshëm disa vjeçar të biznesmenit Çela në ndihmë të shumë të cmurëve në këtë spital. Të parin mua më ka qenë e më ka pështu kamen, si e kam më prej mjekësisë në Tiranë, më thanë me Ekput, Ministri Petit Vasilin e përmes Agron Çelës më ka qenë, ma vajt 5 javë në spitalin amerikan, edhe kam pas tanat pagume për shtetit. Po kështu më banë një mes edhe për një pacient për i Gurizzi, Besim Avdia, i thanën me Këput Krahin, e kena qenë në spitalin amerikan, edhe në përmes Agron Çelës në ka ndihmu. Kena marrë edhe një fond për i Petrit Vasilit dhe përmes Agron Çelës, 15.000 euro për afrim Kajoshin, si Allah e motra veshke në ka ba operacionin transplantin të spitali amerikan. Pra këta ndihma si në i kalon Agron Çela në përmes partisë Lëvizja për Integrim. E ka pas e mu shpall kandidat pjesën e humanizme që as gjaja ma e domosdoshme për jetën njerëzore, si këtu si në tonë botën. Në vazhdën e takimeve dhe ndihmesave ndaj personave në nevojë, biznesmeni Çela dhuroi një sasi të hollash edhe për familjen Bashkimi, e cila ka një antar të shtruar në gjendje të rëndë në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Sa do po t'jeni me? Jo shit në Rume, falenderit shumë për josh. Nuk di çfarë. Jeni të nderuar. Falem shumë. Të shumta ishin ankesat e pacientëve për trajtimin me medikamente në spital. I loqet me bleme pore, me do ljosh me thonë si s'kam. Ballë shërinë, thosh, lënë se punoj si kena punu të Sovjet, i to, edhe po punë jam, e një tjetër, me 40.000 lekënime ekonomike, për i shpijet kam dollë krejti është, pa një mund një që kena mundësi misht e dësha mirëse i kena në përshote, një që kena punu i to i kena një mund dikur, për të shqenat zet, edhe dele blej i është me morë borgje. Kandidati për deputet Agron Çela gjatë gjithë takimeve të zhvilluara me punonjës të spitalit dhe garancit plot për përmirësimin e gjendjes dhe zgjidhjen e shumë problematikave të këtij institucioni, sipas tij, shumë të rëndësishëm për qytetarët.